nashta është problemi që na ka ndihmu shumë Zoti, domethënë. O shkon problem me mbjetu ose me dalë prej asaj dite. Tu e ditë gjitha ato forcat, gjitha ato, domethënë, s'po të flas për autoblinda, për mjetet rona, për helikoptera, për domethënë që më konë sulmuar prej 9 në mëngjes deri në 8 mbrëmje, domethënë nuk është nalë beteja krejt ditën. Edhe krejt kanë mënu, edhe fshati, po edhe rrethina, tani kanë mënu që neve veç na kanë shkri. Bujar, deshta me kalu pak të një temë tjetër e luftës, po ashtu po shumë herë në studion tem, kur kanë qenë këtu domethënë debate të ndryshme edhe rreth Koshorës, edhe rreth po bënaj Dugaxhinit në përgjithësi, ka thonë që Ramush Haradinaj u la vet nga ushtarët tjerë. A është e vërtet? Na dim kush ka qenë pjesë e luftës në atë kohë, dim ofenzivën e Gushtit, do thonë që ka qenë një ndër ofenzivat më të mëdha që i kanë zhvilluar Serbia në atë kohë kundër forcave të ushtrisë ndërore të Kosovës, edhe faktikisht ka qenë një ofenzivë romë. Edhe tema është që na ishim plagu pjesa më e madhe e djemve që udhëheshim pikat e frontit ose betejat që udhëheshim, ish plagu Shkëllzeni, ish plagu Dauti, ish plagu Enveri, isha plagu une, me thonë një farforë me Shmet Ramushi, me ushtar po, një farforë me pa krah, se ai kur ka llogarit dikun që është nashta ma rrezik, ka shku njëni për neve, ose Dauti, ose Shkëllzeni, ose cili do t'jenaj. Edhe mas ofenzivës të Gushtit, të ditë edhe, dhe me thonë, komandën që ka pas dikush tjetër, se Ramushi ka qenë zavendës komandant në atë kohë, se me marrëveshje që është bo, me thonë komanda ju ka dhonë dikuj tjetër. Tahir Zemaj, da? Po, edhe Ramushi normale ka mbështet, ka përkra, i kem themelu brigadat, i kem bot gjitha bashkarisht. Edhe na kem prit që do t'jem bashkë në front, me thonë kur t'ka nevoj, po ma keqja është që kanë vendosë që mu tërhekin pjesën, ata i kanë thonë tërhekem sonte deri nesër kthehem prap, me shku deri në Bjeshkë, do me thonë me lëshu fshatin një sneq, po në fshatin një sneq kanë qenë për mi, nashta s'po thonë, po nashta një 50.000 familje kanë qenë grumbulluar aty, po i ki pas edhe 50.000 forca që i kom të rrethuar për tyne. Edhe ma keqja ka qenë se kanë qenë edhe djemë të plagosun aty. Ju keni qenë njëri fundit që keni folë me Tahir Zemun, apo? Aty nga ka rasti ashtu, me folë me ta dhe më ka thonë që thuj Ramushi që shijem nesër në mëngjes, edhe bisedojmë tutje që është do të vazhdojmë. Edhe? Po kur i na qunë mëngjes, faktikisht jënë tërhek, nuk e di arsyen, as sot se di arsyen pse, do me thonë jënë tërhek, edhe në kanë lonë ne, jem konë dikon një 45 ushtar të llogarit edhe babën e Ramushit, babën tam, disa vllain tam që ka qenë vllau i Ramushit, Frasheri, Krashniki, dikon ka 15 vjet, do me thonë krejt këta, me disa djemë Gjakovës, me disa kështu, do me thonë krejt që ta kem qenë me 45 vet. Po kema arrit me mos mu dorëzu dhe me vazhdu luftën, do me thonë edhe prap ka nisë më në bashku të një mas ofenzives që është përndanë shumë ushtarë, të një në shku të u bashku, do me thonë të u bashku edhe prej jonës, ku jënë tërhek, jënë këthy, do me thonë, e kanë ditë që jenë vendosën që to dhe jënë këthy prap, ju kanë bashku Ushtrisë Shqiptare të Kosovës deri në fund. E një temë tjetër që gjithmonë e kom pas kështu breng me sqaru me nështë edhe me Kryeministrin Ramush Haradinaj, po edhe me juve konkretisht. Flitet që, dhe me thonë, për shkak që Ramush Haradinaj nuk ka leju në atëku, më bon peja si Mitrovica që ka qenë, realisht e ka ndalu ndarjen e pejes. A më shbëna i shpjegu pak pika shkurta që ka ndodha? Kush e ka përjetu mas luftën në pej, më thonë pjesa më e madhe edhe e qytetit pejes,
me thonë e thojnë nuk e më shefin këta, po edhe djemët që kanë vepru në atë kohë në pej, ne dim që peja ka qenë nda me fix për bistric të pejes, kur që din, me thonë pejen shumica e dim, po dhe ka qenë e vendos në tel, me thonë tel ushtarak, edhe tel therë që mos me depërtu ura ka qenë e blokume, s'ki pasin konë 2 ura dhe me thonë ku është kalu bistrica pejes, edhe kanë qenë komplet këfori i pozicionum në atë kohë. Edhe tash e dim që pjesa ma e madhe e kriminelve që kanë krime në Kosovë gjatë periudhës luftës, ne kem ditë që janë mshefun në pjesën tjetër andajna. Edhe një farforme ka qenë lloj i ndarjes ose i barikadës njësoj si kur Mitrovica. Nëse dikush mundet me kuptu që ata, dhe me thonë aja ka qenë fix ashtu. Edhe tash strategjia tyne nuk e di, po unë e mendoj se strategjia tyne ka qenë brezat kufitarë, se atër hala, dhe me thonë, Malizi ish pjesë Serbisë, ish bashkë Serbia Malizi, dhe me thonë.